harroj kur atë mëngjes. Ishte një ditë e zakonshme, për brenda disa sekondave, jeta ime ndryshoi përgjithmonë. Zgjohem herët, rreth orës 6:30. Dielli kishte filluar të lindte. Një ngjyrë portokalli e qetë mbushte horizontin. Po përgatitesha të shkoja në punë, një ditë si gjithë të tjerat. Pa e ditur që do ishte dita që do më vinte përballë vdekjes. Rruga që përshkoja çdo ditë ishte ajo e zakonshme, një autostradë që kalonte mes kodrash dhe fshatrash të vegjël. Muzika më shoqëronte, dritarët paksa të hapura dhe gjithçka dukej normale, por diçka nuk shkonte. Një ndjesi e çuditshme në bark. Instikti më tha të ndaloja, por nuk e bëra. Isha duke ecur me 90 km/h, kur për një herë një makinë më doli në krahun tim. Ishte një kamion që kishte humbur kontrollin dhe kishte hyrë në korsinë time. Gjithçka ndodhi në një sekond. Nuk kisha kohë të mendoja. U përpoqa të shmangja goditjen, por goma e përparme më rrëshqiti në skajin e rrugës. Makina u rrotullua dhe pastaj gjithçka u bë e zezë. Kur hapa syt, gjithçka ishte e turbullt. Nuk dalloja asgjë. Mendoja se po ndërroja. U përpoqa të lëvizja, por dhimbja ishte aq e madhe sa që më mor fryma. Nuk e ndjeja këmbën e majt. Kisha gjak në fytyrë dhe duart më dridheshin. Pash ajrin që lëvizte sipër meje, erën që hynte nga një dritare e thyer. Dhe atëherë kuptova. Isha ende gjallë, por i bllokuar brenda makinës sime. Po dëgjoja zhurmën e motorëve. Dikush po vraponte drejt meje dhe dikush tjetër po thërristi i alarmuar. Ishte një kalimtar, një ëngjëll i rastësishëm që më pa në rrugë. Ai mbajti dorën time derisa mbërriti ambulanca. Në spital, mjekët më thanë që pata një frakturë të rëndë në këmbë, brinj të thyera, goditje në kokë dhe trauma të brendshme. 1 centimetër më larg dhe do të kisha pasur dëmtime në palcën kurrizore. Dhe nëse makina do të ishte rrokullisur edhe një herë, nuk do të isha këtu për të treguar këtë histori. Ishte një periudhë e gjatë rikuperimi, javë të tëra në shtrat, muaj të tërë terapi, por më rëndësishmja ishte ajo që dolli brenda meje. Aksidenti më mësoi shumë. Për herë të parë në jetë, u përballa me fundin tim, dhe kur e shef vdekjen në sy, e kupton se sa e çmuar është jeta. Kam qarë net të tëra, jo nga dhimbja fizike, por nga ajo që po humbisja, momentet me njerëzit që dua, mundësitë që nuk i shfrytëzova, fjalët që nuk i thash kurrë. Por nga ai aksident lindi një version i ri i vetes, një njeri që fal më shumë, që jeton më thellë dhe nuk e merr më asnjë ditë si të mirëqen. Nuk e di pse mbijetova. Ndoshta ishte fati, ndoshta ishte Zoti, ndoshta diçka tjetër që ne nuk e kuptojmë dot. Por e di që në çdo frymarrje që marr tani, ka një vlerë që më parë nuk e kuptoja. Nëse ti që po dëgjon këtë histori je në një moment të errët, dije se jeta është më e fortë nga sa mendon. Shpesh, ajo të rrezon vetëm për të mësuar si të ngrihesh. Unë jam gjallë dhe kjo histori nuk është fundi im, është fillimi. Nëse kjo histori preku diçka brenda teje dhe ti ke kaluar një moment ku mendove se ishte fundi, por ja dole të mbijetoje, dua ta dëgjoj. Shkruaje historinë tënde në koment ose dërgoni një email. Mund të jetë ajo që frymëzon dikë tjetër që po kalon të njëjtën betejë, sepse ne nuk jemi vetëm. Unë ndava timën, tani është radha jote. Dhe kush e di, ndoshta historia jote do të jetë video jone radhës.